Padi penale për liderin e opozitës Zoran Zaev. Prokuroria publike akuzon Zaevin për dhunë në tentativë ndaj përfaqësuesve më të lartë shtetëror. Hetimi ndaj Zaevit është hapur kur MPB-ja ngriti padi penale kundër liderit të LSDM-s. Zaev dyshohet se e ka kërcënuar dhe shantazhuar kryeministrin Nikola Gruevski. Sipas MPB-s, Zaev i ka kërkuar Gruevskit të formimin e qeverisë teknike dhe zgjedhjet e parakohshme, duke kërcënuar se nëse nuk pranon këtë kërkesë, do të publikojë materiale komprometuese dhe bisedat e funksionarëve qeveritar. I denoncuari 4 ka realizuar disa takime personale dhe komunikime telefonike me kryetarin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë më 28/9/2014, më 9/10/2014 dhe më 17/11/2014. Në takimet dhe komunikimet i denoncuari kryeministrit të qeverisë së Maqedonisë në mënyrë të qartë dhe decide i ka dërguar kërcënime serioze me karakter komprometues për funksionar në funksione publike, funksione zyrtare dhe shtetërore në Republikën e Maqedonisë. Kërcënimin e ka konkretizuar me atë që nga ai si kryetari i qeverisë dhe partisë politike VMRO-DPMNS ka kërkuar që t'i pranojë kërkesat e tij për krijimin e qeverisë teknike dhe pastaj të shpallen zgjedhjet e parakohshme. Në kthim, i denoncuari ka premtuar se nuk do t'i bëjë publike të dhënat. Zoran Zaev është i denoncuar i 4 në aksionin që MPB-ja quajti puq. 3 persona tjerë të dyshuar janë ish drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim Zoran Verushevski, bashkëshorti i ati dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i Zaevit nga Strumica. Sipas policisë, Verushevski dhe gruaja e tij që prej vitit 2012 kanë mbledhur informacione konfidenciale që përmes të dyshuarit nga Strumica kanë përfunduar tek Zaevi, që në fund të përdorën për shantazh ndaj kryeministrit. Verushevski, gruaja e tij dhe i dyshuari nga Strumica janë në paraburgim. Zoran Zaevi është marrë pasaporta dhe duhet të paraqitet tek personi zyrtar në polici, por tani për tani nuk do të arrestohet. Për MPB-n aksioni është me karakter historik. Ministria e Brendshme për herë të parë në historinë e Maqedonisë së Pavarur realizoi rast në të cilin është shkatëruar tentativë për rrezikimin e rendit kushtetues dhe marrjen e pushtetit në mënyrë jo demokratike ose pezullimin e vullnetit të qytetarëve. MPB-ja javën e kaluar arrestoi ish kundërzbuluesin e parë Zoran Verushevski. Në opinionin u tha se i kishin gjetur armë të paligjshme dhe materiale të paligjshme pornografike. Disa ditë më vonë, në opinion doli urdhëresa për bastisje ku shkruante se shkaku është dyshimi i spionazhit. MPB-ja tani pohon se në kompjuterit e Verushevskit dhe gruas së tij u gjetën me mira informata të ndryshme konfidenciale. Lideri i LSDM-s nga ana tjetër tashmë më shumë se gjysmë viti e paralajmëron të ashtu quajtur bomb ose materiale të komprometuara mbi punën e zyrtarëve të qeverisë dhe të funksionarëve më të lartë.